3 herë kryeministër, kryetari i parlamentit, njeriu i besuar i mbretit. Dhe pastaj u zhduk nga pushteti, pa bujë, pa zhunum. Pse? Kush ishte Pandeli Evangjeli? Lindi në Korçë, në fund të shekullit 19, intelektual, administrator, njeri i sistemit. U bë një nga figurat kyçe të shtetit shqiptar gjatë monarkisë Ahmet Zogu. Shërbeu 3 herë si kryeministër në vitet 30. Më pas, kryetari i parlamentit. Një profil teknik, i qetë, besnik ndaj mbretit. Jo tribun popullor, jo figurë karizmatike, por njeri i strukturës. Në kohën kur Shqipëria kërkonte stabilitet, Evangjeli përfaqësonte administratën. Rregull, financë, marrëveshje me Italinë, një shtet që mbështetej gjithnjë e më shumë tek Roma. Por historia nuk fal. 7 prill 1939, Italia pushton Shqipërinë. Monarkia bie. Elita e vjetër shpërbëhet. Pandeli Evangjeli nuk u pushkatua, nuk u gjykua publikisht, por u eliminua politikisht. Pas luftës së dytë botërore, me ardhjen në pushtet të komunistëve të drejtuar nga Enver Hoxha, figura si ai u shpallën pjesë e regjimit të vjetër. Monarkist, bashkëpunëtor i sistemit zogjist. U arrestua, u dënua me burgim të gjatë. Vdiq në Harres në vitin 1949. Nga maja e shtetit, në fundin e një qelie. Sot, emri i tij përmendet pak. As hero, as tradhtar i shpallur. Një figurë gri, në një kohë bardhë dhe zi. Pyetja mbetet. Ishte Pandeli Evangjeli arkitekti i stabilitetit të brisht, apo simboli një shteti që nuk i rezistoi dot stuhisë? BF Media. Historia e tij është historia e elitave që bien bashkë me sistemin që i ngriti.